Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, art mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajët tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e premtë dhe jemi në javën e 8 gjatë vitit liturgjik cikli A. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj fllakat e shamtave, lakës zjarrin e dëmprursve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqe e madhe për ata që duan ligjin tënd, o Zot. Psalmi 119, pjesa 21. Të mëdhenjt më salvojnë pa arsye,
Zemra ime trembet vetëm prej fjalëve të tua. Unë nuk gëzohem fjalëve të tua, por si ai që fiton prej të madhe. E urej rënën dhe më velet, kurse ligjin tënd e kam për zemër. 7 herë në ditë ty të thur lavde, për gjygjet e drejtësisë sate. Dashamirësit e ligjit tënd gëzojnë paqe të madhe. Ata askurr nuk marrin në thua. Ndihmën tënde o Zot e pres dhe i mbaj urdhërimet e tua. Shpirti im i ruan ligjet e tua, dhe i desha ato me gjithë shpirt. I mbaj ligjet e tua e dëshminë tënde, sepse të gjitha udhët e mia janë para syve të tu. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd o Zot. Antifona e dytë. Vëllezrit në fe ishin të një zemre e të një shpirti. Psalmi 133. Gëzimi në dashurinë vëllazërore. O sa punë e mirë e gjë e bukur është kur vëllezrit jetojnë së bashku. Si vaji ai më i miri në krye, që zbret në mjekrën e Aronit, që zbret kindave të petkave të tij. Por si vesa në Hermon, që bie në malet e Sionit. Sepse atje Zoti e jep bekimin, jetën e amshueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. vëllezrit në fe ishin të një zemre e të një shpirti. Antifona e tretë. O Zot, fuqia e shëlbimit tim, më shpëto prej duarve të bakeqit. Psalmi 140, ti je strehimi im. Më shpëto, o Zot, prej njeriu të keq, më mbro prej njeriu të mujshar, prej atyre që mendojnë të këqia në zemër, që gjithë ditën se ndërgjojnë luftra. Por si gjarë prej mbrehin gjuhën e vet, nën buzë e kanë vrerin e shlikës. Më ruaj, o Zot, prej kthetrave të mëkatarit, më mbro prej njeriu të dërhust, sepse mendojnë të ma vënë nën këmbëzën. Krenaret ma fshehen grackën, me litar ma përgatitin rjetën, gjatë udhës mi ngrehin kurthet. I thash Zotit, ti e hyjim, dëgjoje o Zot britmen e lutjes sime. O Zot, fuqia e shëlbimit tim, më mbro kryet ditën e përleshjes. Mos lejo të shkojnë në vend dëshirat e bakeqit, mos i përkras synimet e tia. E di se Zoti e mbron çështjen e të mjerit dhe ja jep të drejtën të vobektit. Po, të drejtët do të lavdërojnë emrin tënd, shenjtrit do të jetojnë në praninë tënde. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Zot, fuqia e shëlbimit tim, më shpëto prej duarve të bakeqit. Leximi i shkurtër i orës 6 nga letra e parë drejtuar Gjonit, kapitulli 3. Me këtë gjë e njohëm dashurinë. Jezusi e dhuroi jetën e vet për ne, edhe ne kemi detyrë të japim jetën tonë për vëllezër. Falënderojeni Zotin, ai është i mirë. E amshuar është mëshira e tij. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, ti në orën e 6, kur teri po e mbulonte botën, që gëzhduar në kryq, flije pa fajshme për shërbimin ton, na e dhuro për hera të dritë që i udhëheq njerëzit në udhën e jetës së pasosur, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.